Qëndro për pak momente sepse dua t'i lutem Perëndis për muajin gusht 2026. Bashkohu me mua. Perëndi gjithëpushtetshëm, unë personin që ka ndaluar këtu bashkë me mua e sjell me besim tek froni i mrekullive të tua. Duke shpallë që ky muaj gusht 2026 do jetë muaj ku miku im, familjarët e tij do jenë duke përjetuar çdo ditë të këtij muaji mrekullitë e tua, lavdin tënde, mburojën tënde, o Perëndi gjithëpushtetshëm, në emrin e Zotit Jezus Krisht, unë shpallë që ky muaj, nëse është me pushime, do jetë një muaj që pushimet e tij do jenë investime mendore, shpirtërore dhe fizike, që në këtë mënyrë ai të filloj një muaj të ri në shtator. Përdore, Zoti i dashur, lavdin tënde gjatë gjithë ditëve të këtij muaji, që miku im të thotë, po, me të vërtetë Zoti ishte me mua, ai është Zoti im dhe ai është shpëtimtari im dhe prania dhe mrekullitë e tij më shoqëruan. Lutem në emrin e Jezus Krishtit. Amen, amen, amen. Miku i miqëmuar, nëse kjo video ishte bekim për ty, të lutem shpërndaje që dikush tjetër të bekohet. Nëse akoma s'ke bërë follow të profilit tim, bëj follow për video tjera e deri në video tjetër. Paqja e Zotit qoftë me ty. Mirupafshim.